Kundër të akuzurit Duško Arsić. Optuženo Duško Arsić. Atëherë, trupi gjykues, Sudsko veçe. pas përfundimit të shërtimeve gjyqësore, Nakon sudskih pretresa. pas këshillimit dhe votimit, Nakon savjetovanja i veçenja. sot me datën 23/02/2026, 23/02/26 godine. duke u bazuar në dispozitën ligjore të Bazirajući se na 358 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 58 stav 2 të KPRK-s, Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, krivičnog postupka Republike Kosova, një zëri jednoglasno në emër të popullit u ime naroda merr këtë akgjykim. donosi ovu presudu. Ndaj të akuzurit Duško Arsić Optuženo Duško Arsić. me shënime personale si në shkresat e lëndës Podacima kao u spisima predmeta. dhe të njëjtën e shpalli fajtor Istok proglasi krivim. për kryerjen e veprës penale krimi lufte Krivičnog dela ratni zločin. kundër popullsisë civile, Protiv civilnog stanovništva. vepër e sankcionuar sipas nenit Delo sankcionisano po članu 142, 142. lidhur me nenin 22 Vezano sa članom 22. të ish ligjet penal, të RSFJ, SFRJ. ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. Andaj në bazë të dispozitave të nenit 3, Odredaba člana 3, 6, 6, 31, 31, 34, 34, 73, 73, 79 79 dhe 83 i 83 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Zakonika Republike Kosova dhe nenit 142, lidhur me nenin 22, vezano sa članom 22 të ish ligjet penal të RSFJ-s Krivičnog zakonika SFRJ dhe nenit 359, članu 359 360, 160 361, 360 364, 365, 365 366 366 dhe 377 të Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës e gjykon sudi me dënim burgu në kohë zgjate prej 13 viteve, u trajanju od 13 godina. në të cilin dënim do t'i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit koje je proveo u podmerom pritvora prej datës 12/8/2021 21. godine deri në plotfuqishmërinë e këtij akgjykimit. pravosnažnosti ove presude. Të panderit Duško Arsić, Okrivljenom Duško Arsić, konform nenit 366, shodno članu 366, paragrafi 1, stav 1, pika 1.1, tačka 1, lidhur me paragrafin 3, 4, 5 dhe 6 5 i 6 të Kodit Procedurës Penale, Zakonika krivičnog postupka i vazhdohet masa e paraburgimit mera pritvora deri në plotfuqishmërinë e këtij akgjykimi, ove presude po jo më tepër se sa dënimi shqiptuar. od izrečene kazne. Në bazë të nenit 450 Člana 450 të njëjtit kod, i istog zakonika. obligohet i akuzurit Duško Arsić Duško Arsić. t'i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale, Krivičnog postupka aq sa do të bëhen sipas fleshpenzimore së kësaj gjykate, prema troškovima ovog suda. ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, Sudskog paušala shumën prej 200 eurosh, od 200 eura. kurse për fondin e kompenzimit të viktimave, shumën prej 100 eurosh. Iznos od 100 eura. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 15 dana pas plotfuqishmërisë së këtij akgjykimi, ove presude. nën kërcënimin e ekzekutimin të dhunshëm. Prinudnog izvršenja. I doktori Artan Krasniqi, Oštećeni Artan Krasnić. lidhur me kërkesën pasurore juridike, Pravnog zahteva. udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. Redovan civilni spor. Një arsyetëm të shkurt mbi Jedno këtë kratko obrazloženje akgjykim. u Uleni. vezi ove presude se Për këtë çështje juridiko-penale, u vezi ovog krivičnog pravnog pitanja sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Republike Kosova me shenjën PPS numër 118, fraksion 2021, 2021, e datës 02/11/2022, 1.2.11.20, I ka- 02/11/22, 2022, i ka zhvilluar një mori seancash je mnogo ročišta të shërtimeve gjyqësore. sudskih pretresa. Janë dëgjuar shumë dëshmitar Slušani su mnogo svedoci. të propozuar si nga ana e prokurorisë, Tužilaštva, gjithashtu edhe nga ana palës mbrojtëse. strane odbrane. Janë administruar prova materiale Su materijalni dokazi dhe ato personale, i ti lični dokazi. të cilat prokuroria i ka propozuar në akt akuzë, Predložila optužnicom sikurse edhe provat materiale të cilat janë propozuar nga vetë pala mbrojtëse, od same odbrane. nga dëshmitë e dëshmitarve, Iz izjava svedoka. të cilit i kemi dëgjuar gjatë shërtimeve gjyqësore, Tokom sudskih pretresa, por edhe nga dëshmitë e tyre të dhëna në faza tjera të procedurës u drugim fazama postupka, penale, krivičnog postupka, në tërësi është vërtetuar se i akuzuri Duško Arsić optuženi Duško Arsić
ka qenë pjesëmarrës je bio pripadnik me forcat policore ushtarake serbe vojnim snagama, srpskim snagama, që kanë kryer koji su izvršili keqtrajtime dhe vrasje zlostavljanje i ubistva në fshatin Butovc, u selu komuna e Prishtinës, opština Priština, që këtë e kanë vërtetuar to su dëshmitarit potvrđeni i svedoci, siç janë Artan Krasniqi, Syli Meri, Miri, të cilët edhe këtu në sallën e gjykimit na sali suđenja, e kanë identifikuar të akuzorin Duško Arsić, Duško Arsića. se ka qenë pjesëmarrës me forca tjera policore policijskih snaga dhe paramilitare serbe. i srpski paramilitarni snaga. Pastaj dëshmitarit Rafet Shala, Ilmi Krasniqi, Gani Krasniqi, Arsim Maqedonci, Sherif Vrajolli e tjerë. Vrajolli i drugi. Edhe mbi bazën e provave materiale Materijalni dokaza. që prokuroria i ka propozuar në akt akuzë, Predložila optužnicom. të cilat janë disa prej tyre. Neki od njih. Raporti Institutit Mjekësisë Ligjore, Institutit Ligjor. Raporti i Institutit Mjekësisë Ligjore, analiza ADN-s Analiza DNK, së viktimës Brahim Shala, žrtve Brahim Shala, raporti Agjencisë së Kosovës për forenzik, Agenciji za forenziku, ekzaminimi i fragmenteve metalike në aspektin balistik. balistike za metalne materijale. Gjithashtu gjatë Također, këtij procesi gjyqësor ovog sudskog postupka, nuk u vërtetuan në rastin konkret u konkretnom slučaju, që pa ndonjë provë direkte apo indirekte direktnog ili indirektnog dokaza, që të akuzorin Duško Arsić e shfaqson nga kjo vepër penale për të cilën akuzohet. bi proglasio da nije kriv u vezi ovog krivičnog dela. Andaj mbi bazën e të gjitha këtyre Svi ovi provave, dokaza gjykata vërtetoi sud potvrdio se i akuzorja ka kryer veprën penale izvršio në bashkëveprim në bashkëveprim dhe të njëjtën e shpalli përgjegjës dhe i shqiptoi dënim me burg si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjithherë duke i marrë për bazë rrethanat rrënduese dhe ato lehtësuese për të akuzoren. olakšavajuće okolnosti za okrivljenog. Në fund, gjykata, Na kraju sud mbi bazën e administrimit të gjitha provave, vođenja svih dokaza një nga një pojedinačno dhe në lidhshmëri njëra me tjetrën, povezanosti sama sa sobom i jedna za drugim, nuk arriti ta vërtetoj nije stigao da potvrdi se i akuzori Duško Arsić Duško Arsić të ketë marrë pjesë da je učestvovao në dëbimin, shpërnguljen, plaqkitjen zbjerivanju, pljačkanju me dhunë të qytetarëve të Prishtinës me rrethin. građana Prištine i okolnosti. Sikurse nuk arriti të vërtetoj se i njëjti ka marrë pjesë Da potvrdi da je isti učestvovao në plaqkitjen e shtëpive dhe djegjen e tyre i njihovim të popullsisë civile shqiptare. albanskog civilnog stanovništva. Aktgjykimin e fortë të shkruar dhe me një arsyetim më të zgjeruar do ta merrni brenda fat para parë ligjor. Dobit ćete u zakonskom roku. Palët e pakënaqura me këtë aktgjykim kanë të drejtë ushtrimit të ankesës në formë të shkruar gjykatës së apelit përmes kësaj gjykate në afat prej 30 ditësh. Kaq, mirë pash.